mja kujtu popujve në përgjithësi e çdo njeriu në veçanti dhuntit e shumta që Allahu na jep vazhdimisht. Edhe për këtu i do të me nisë komunikimin, edhe janë gjëra të rëndomta, po kemi nevojë na me përsërit vetvetes. Tash du me përmend vesh një fakt që na para 3 viteve e përjetuam, do thot, rëndësinë e kësaj dhuntie sa është e madhe. Puna e oksigjenit. Edhe frymarrja e lehtë edhe e lirë e njerëzve. Kjo është dhunti për Allahut. Në 2 aspekte. E para, se oksigjeni është me bollok, elhamdulillah, pa kufizime, nuk blehet me para, është me bollok. Dhe e dyta, kemi mushkërit e shëndosha që mundemi me e përthith oksigjenin me kollajllëk, me lehtësinë më të madhe. Aqi e dipim në mund me nga kaldu se qëfar nimeti është mi pas mushnit e shnosha. Kur do të bëhet ajri të na i ndotur edhe me lagështi, e shef aqi e dipin që merë frim si të dhonë shpirt, edhe thumë vetë vete, elhamdulillah, Allahut, që mi ka dhonë mushnit e shnosha, e unë nuk e vuj si e vun aj. Me po me sy. Edhe andaj, na kam mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të shohim dikën të sprovuar me një smundje, me thonë çka? Kush e di? Elhamdulillah alladhi afana mimma ibtalahu wa faddalana ala kathirin mimman khalaqahu tafdila. E falenderojmë Allahun, i cili nuk na ka sprovu me atë që ka sprovu këtë, dhe na ka nderu dhe na ka ngrit mbi shumë krijesa me nderimet mëdha. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e shef një njeri të sprovuar me një smundje, me një gjendje sprovës, dhe bën këtë dua, sigurisht se Allahu ka me mbrojt nga ajo sprovë. Edhe andaj kur e shef një sprovuar, bën dua që Allahu me trujt e mos me sprovu me atë sprovë. Pse? Se dikujt Allahu ja qon një sprov, e ajo është sabërli, durimtar. Edhe ai fiton për asaj sprove. Po njëjtën sprov me ta çu ty, ti ndoshta nuk e ke njëjtën sabër. E kjo sprov bëhet edhe sprov më e madhe për ty në momentin që s'ke sabër ka asaj sprove. Ishte sprov në shëndet, me mungesën e sabrit u bë sprov në çka? Në iman. E me sprovu Allahun pasuni, e me sprovu Allahun shëndet, e me sprovu Allahun familje, këtë janë të ronda, ama janë shumë më të lehta se me sprovu Allahun në iman. Edhe andaj mos kërko sprovë për Zotit. Po kur ta shef që ka sprovu, as mos e përqesh, as mos e tall, po thuaj elhamdulillah Allahu që s'm ka sprovu mua ma që të ka sprovu ty. E normalisht Allah është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Kur e sprovon dikën me një sprov për një prej 2 arsyeve, ose e din se ka iman edhe sabër, e sprovon edhe kjo nuk ja lidh, nuk ja dridh imanin atij, nuk ja lëkund durimin atij, edhe e sprovon edhe ai normalisht fiton pjesë e sprovës. Ose tjetrin e sprovon se e din se ai ka gjunahe, e ka nevojë domodin me lapi gjunave, ja çon një sprov me lapi gjunave, që me qenë më i lehtë Allahu xhelal pe gjunave dhe më i rënd me sevap. Ose nuk është as i pari as i dyti, Allahu na rujt, është i treti, që ai e meriton si ndëshkim për të që në dunja, Allahu me edenu me sprova, e pastaj me vazhdu me sprova e tjera edhe më të mëdha në ahiret. Allah na rujt. Inshallah nuk na sprovon asnjëherë me këtë llojin e tretë sprovave, po nuk na sprovon me sprova hiç. E nëse na vijnë sprovat, inshallah na bën durimtar e na nxjerr faqe bardhë për këtyre sprovave. Andaj, kemi nevojë na shpesh me i kujtu mirësitë e Allahut xhelal, dhuntitë e tij. E përmenda si shembull oksigjenin, edhe mushknit. Që këtë për çdo ditë na, domethënë bëjmë me qindra mijë herë frymëmarrje. Marrim frym edhe shojmë frym.
E me thonë sa herë mori frim, me thonë elhamdulillah, sa herë du të me thonë elhamdulillah. Shumë. A mripna me thonë aq herë elhamdulillah sa mori frim, së mrip. E kuptoni tani se të mirat Allahut janë shumë ma shumë se falëndrimi jonë? Edhe andaj na kemi nevojë këtë foli me njerëzit vazhdimisht, ju kujtojmë atyve të mirat e Zotit që na kanë dhënë gjithëve. E shëndetin përgjithësi, ditët që kemi shëndetit janë shumë ma shumë se ditët që kemi atë sëmura. Edhe kur ti jesh i smund, kujtoj i ditë e shëndosha, që ta kuptesh se këto ditë e smunda për ty janë ditë kufizume, ditë numërume, edhe nuk duhesh as pak më shqetësu, përkundazi, duhesh edhe ma tepër me falëndru Allahun, edhe me qenë mirënjohës ndaj tij, edhe me shtu adhurimin ndaj tij subhanahu wa ta'ala.